Po bie gjithmonë më shumë në sy vendosmëria e Sergio Conceiçaos për të luajtur me Mario Mitajn si sulmues të majt, ndryshe nga roli i tij natyral që është mbrojtës i majt. Kësaj Mitaj e ka linjën e lirë, sprint në marrjen e kraut dhe krosime drejt qendrës, sikurse mbulimin e rivalit në duelet 1-1. Por kjo qasje gjithashtu nënkupton shpenzimin e shumë energjive. Zhvendosja nga timonieri portugez Conceiçao mund të sjellë rrezik për trajnerin Silvinho tek Shqipëria, sepse me këtë manovër Mitaj merr profil më ofensiv dhe krijon të çara në prapavi, ndryshe nga stili i Silvinhos, i cili i kërkoi lojtarëve të jenë solid dhe stoik në detyrat e caktuara. Shqipëria do të përballet me Poloninë më 26 mars në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Mario Mitaj është rikthyer sërish në planet e Al Ittihadit. Lëvizjet në merkaton e dimrit hapën një vend për mbrojtjen e kombëtares që është preferuar titullar me minuta të plota në 3 ndeshjet e fundit. Al Ittihadi po kalon një moment të vështirë pasi si kampion në fuqi është jashtë garës për titull. Në përfundim të 21 javëve mban vendin e 7 në elitën e futbollit arab. Tifozët kanë surprizuar lojtarët në stërvitje sot, duke treguar mbështetje ndaj tyre pasi largimi i Karim Benzema ishte moment delikat. Në qendër të vëmendjes ishte edhe Mitaj, për të cilin kënduan dhe nga video e shpërndar dallohet se i është rikthyer buzëqeshja mbrojtësit shqiptar. Mbështetja në stërvitje erdhi një ditë para ndeshjes me Al Garafën në Championsin Aziatik. Ky takim është programuar sot prej orës 19:15 dhe Mitaj pritet titullar nga trajneri Conceiçao.